të vjetrit i thrasin mendjes, i vën gishtin kokës. Ka dhe të rinj Partia Demokratike, figura me integritet. Ata që drejtohen, patjetër që ka zonja dhe zotëri shumë mirë, kemi miq, unë kam miq pafund brenda atyre forumeve se kam punuar shumë vite. Më vjen keq që japin kontribut për të mbrojtur interesin e një individi, vetëm kjo më ka prish me ta mua. Sepse është këtu një parti që i shërben kultit të individit. Jemi parti që në 12 maj patjetër qytetarët do ta besojnë programin e Partisë Demokratike. Jemi një parti që fokusojmë në programin ton të gjithë target grupet dhe të gjitha moshat, duke filluar zonjat apo zotrinjt në 3 muajt e parë të qeverisjes është 200 euro minimumi jetik. Vendosja në minimumit jetik 200 euro është një nga premtimet kryesore të qeverisjes Partisë Demokratike dhe që patjetër e fuqizon edhe çdo grua që është në familje sot. Që ndoshta është dhe pa punë. Paketa e dhëmshurisë e keni quajtur. Këtë emrin e keni gjetur çik gabim, paketa e dhëmshurisë. Paketa e detyrimit që ka një qeveri ndaj popullit vet. Një parti dhe që kërkon të marrë pushtetin, patjetër nëse nuk ka dhimbshurinë brenda, nuk mund të qeverisë me dinjitet. Dhe paketa nuk është e gjetur në fakt. Ne kemi një Shqipëri të varfër, ne kemi një Shqipëri të keq qeverisur dhe varfëria ekstreme do duhet të limitohet në 3 muajt e qeverisjes, siç ne kemi thënë. Minimumi jetik, familja kryesore, ku është minimumi jetik, janë pagat, janë pensionet që i kemi deklaruar, është një problem shumë dëshpërues për vendin tonë. Unë kam pasur edhe pjesë programit të komunikimit me qytetaren, zvoglimin e popullsisë apo linçmërinë shumë të vogël. Mos harrojmë vitin 2014 kemi patur rreth 36.000 fëmijë të lindur në vit dhe sot kemi 20.000 fëmijë të lindur. Ka një program edhe për këtë çështje për t'i fuqizuar edhe për t'i keni ndërtuar me Partinë e Lirisë. 70 euro. Partia e Lirisë mendon 5 milionë shqiptarë. Fëmija e dytë dhe fëmija e tretë do të rritet totalisht nga shteti me gjitha shpenzimet deri në moshën 23 vjeçare. A vetet e 20.000 euro ja flutura kjo gjë për fëmijën e tretë? Shtimi pensionit. Sepse le të t'i vëmë njëri tjetrit. Jo flutura, dhurata. Dhurata, më fal. Ndjes. Kemi thënë disa herë për dhurata. S'ka gjë. Ne në jetë përjetojmë nga një emër, patë fatin kesh dhe një emër tjetër. Kështu që kam përshtypjen që ajo 20.000 euro nuk është gjë që s'realizohet kjo që ofrojmë ne, kështu që çfarë do duhet ne të komunikojmë me qytetarët edhe për rritjen e fuqizimin e rolit të gruas, qoftë në familje, por qoftë edhe me pagat, rritjen e pagës mesatare apo rritjen e pagës minimale për gratë kryesisht në sektorin privat apo në sektorin publik. Pra, duke patur në fokus familjen, fuqizimin e familjes dhe më pas të gjitha shtresat pensionistët, investime në arsim, investimet në shëndetësi që janë një gangren e vendit tonë, çështjet e përdjekurit politik që është një nga pika e programit. Megjithatë, për të përndikur politike ka patur mundësinë Partia Demokratike për t'i zgjidhur këtë çështje, se nuk është e vjen në zoti Berisha do të vi për herë të parë në pushtet. Gjatë programit Partisë Demokratike dhe gjatë qeverisjes Partisë Demokratike është e vërtetë që është bërë ky gabim i madh. Nuk janë të konsoliduar totalisht, është bërë diçka, por jo gjithçka dhe patjetër janë në fokusin e programit të mbas 11 majit. Okej. Po, sepse mua mu drejtuat që thjesht për gruan, po pastaj u zhvilluan tema sepse nuk mund të ndash. Është ajo që thash, nuk mund të ndash. Zonja Çupi vjen nga një qark si ka qenë deputete dhe ka prekur një realitet tjetër, ndërkohë tani është edhe një tjetër realitet, pra është në përplasje mes dy realiteteve. Kam përshtypjen që të tëra ne e pranojmë që po të vesh në çdo lloj periferie nuk e dallon në çfarë rajoni fare, absolutisht, të tërë janë njësoj. Po, nëse shkon në Bulqiz, më besoj që është një realitet shkon në malësinë e Dajtit. I tmerrshëm. Shkon në malësinë e Dajtit. Kështu që le të mos u referohemi me identitetet. Në tokën e kemi të pasur dhe sot më fal që të ndërpres, në qytetin e Patosit dje, sot në qytetin e Ballshit, më ka trishtuar tej mase zbrazja si qytet fantazëm. Të mendosh çfarë pasurie është në këmbët e tyre. Pse nuk e hape televizorin, të shikojnë në Itali që ishin sallat plot?
Kush i mbush? Të hapje ishte zoti Rama, zoti Berisha, sallat. Po Rama i mbush mos e i ka në punë dhe ushtron presion. Madje qytetarët që na takojnë ne. Po nuk është realiteti i marrin shtash në administratë. Ky është realiteti i dhimbshëm. Është e tmerrshme të mendosh se ai zotëria që është në pushtet i ka trysnuar qytetarët aq shumë sa unë besoj që e rastisni edhe ju. Në çdo takim që ne bëjmë, ata janë të friksuar se mos ndoshta dikush do t'i shofi patronazhistët, jo foto më po edhe për të takuar, mos ki merak se ne jena me ty do t'japi votën, po mos të lutem, nuk duhet ta di askush, se edhe komshia apo muri ka vesh. E në 2025 në tjetë njerëzit ka ishte të trysnuar, po, të faktuar. I keni denoncuar? Pa tjetër që po. Problemi është se qytetarët tanë duhet të jenë të lirë. A ka mundësi t'i lëmë të lirë? Nga se ndruhen këta zotërinë që kanë 12 vjetë pushtet? Nga se ndruhen? Ju kur keni qenë në Partinë Demokratike dhe sigurisht që keni kryer disa fushata elektorale në Partinë Demokratike, keni ushtruar ndonjëherë ndonjë nga këto lloj presione për administratën? Absolutisht, në t'jenin time jo. Absolutisht jo. Po partitë në koalicion me Partinë Demokratike asaj koha kanë bërë nga këto lloj presione? Fati i unë i keq, fatkeqësia jonë është bashkëpunimi që patëm në 2009-2013 me LSI-n. Aty filloi dhe mori rënjen drastike Partia Demokratike. Futi ujë barka. Jo vetëm aq, po kam përshtypjen që ai koalicion zhbëri një herë për gjithmonë idealizmin. Ne ishim darë në dy kampe, Partia Demokratike, Partia Socialiste, të gjithë na aderonim duke bazuar ideale. Disa fraksione. Pavarësisht kësaj, por ne kishim si moto idealizmi, punonim me ideal. Momenti që hyri Partia e Lirisë, që quhet sot apo LSI-a e asaj kohe, ajo e vrau idealizmin dhe ktheu angazhimin në politik, materializëm dhe pragmatizëm. Që nga ai moment partitë politike sot janë kthyer këto të mëdha sidomos, pragmatizëm i gjallë. Kushdo që shkon dhe aderon atje, shkon për interes caktuar, nuk shkon se beson apo ka ideale në atë. Kjo është e keqja, ai koalicion e ka zhbër. Kjo është e keqja që sot shëmbulltyra e politikës është kthyer jo të punohet bashkarisht për të realizuar më të mirat e mundshme për shoqërinë shqiptare dhe për të ecur përpara, por në një marrëdhënie shumë të shkurtër të jap çfarë më jep. Interes meskin. Kjo gjë u induktua gradualisht dhe sot është instaluar shumë fort. Në 2009 ka iniciuar kjo situatë. Po, atëherë diçka lidhur me, të shtoj dhe unë diçka lidhur me shtyllat e programit dhe që lidhen drejt për drejt me jetën dhe nivelin e jetës. Po, por unë kam ndryshe pyetjen për ju. Nëse pas 4 viteve një gazetar si unë do t'ju pyesi çfarë bët të 4 vite. Jemi në 2029. Pra ju po e pranoni që unë do votohem dhe do fitoj koalicioni pas 4 vjetësh. Sa parti ka koalicioni Euroatlantik? Emri koalicioni Euroatlantik, në dijenin time, është një gjetje për të realizuar një zgjidhje, një problem që... Një parti, domethënë. është i mbetur. Jo, s'është një parti. Sa parti janë aty? Se koalicioni është një grupim partish. Aty sa e parti janë? Koalicioni është grupim partish, idesh, individësh. Unë nuk jam antare partia. Oke, pas 4 viteve, qëfar bilanci do doni të bënit ju? Qëfar do doni të thoni një gazetar? Unë si deputete jam përpikur për këtë, si deputete, jo si parti, se mbase jemi me këmë në tokë, nuk është se... Unë kam përshtypjen, është tjetër gjë lufta individuale dhe tjetër gjë lufta kolektive. Pra, kur fletë si lëvizje politike, ti du të flasësh për një realizim kolektiv, jo individual. Po, si individ, se ju keni kontribut... Po, pikërisht, pra, të kthehem në historikun tim personal. Kam kontribuar po bëj 3 dekada. Po, për këtë 4 vjeçar... Të lutem, ka qenë kontribut individual në një sektor caktuar. Hajta marrim në një sektor caktuar. Cili ka qenë rezultati? 0. Pse 0? Ka pasur politikanë që s'kan dëgjuar, ka pas konflikte interesi njërën e tjetërën. Në qoftë se ti... Thomas, se qytetarët duan të dinë vizionin tuaj personal për këtë gjë. Personal, në qoftë se ti ndryshon frymën e një politike ekzistuese në Shqipëri, atëherë ti ato që sot të duken paprekshme i bën të prekshme. Ne na duket e paprekshme, ti kthehen pyetjes që më bët për gratë, të suportohen gratë të krijojnë aktivitetet e tyre, bizneset e tyre. Ne na duket e pa imagjinueshme shteti të suportojë çiftet e reja për të blerë një shtëpi në mënyrë që të kenë mundësi të ndërtojnë familjen e tyre. Ne flasim për fëmijët, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Ku do bëhen fëmijët në çerdhen e Lejlekut? Fëmijët, patjetër ke shumë çifte sot në Shqipëri që nuk shtohen, pse jemi pa shtëpi. Tani të mos flasim sikur kemi ardhur vetëm direkt nga shtëpitë tona. Koalicioni Euroatlantik ofron 20.000 euro për fëmijën e tretë. Por paraprakisht
paraprakisht se të vete fëmija e tretë. Duhet jeni dy parë. Çiftet e reja, patjetër, të tëra e dim që nuk arrihet të treshi pa vajtë e njëshi, por nuk shkohet as të njëshi nëse ti nuk ke një shtëpi. Dhe e fillon me suportin për shtëpit, me suportin për fëmijën e parë. Zoti Basha ka qenë edhe kryetar bashkie, ka qenë edhe ministër. Po pse nuk e prisni zotin Basha tua elaboroi gjithë punën? Po ka folur për këtë çështje, Atëherë, mua më pëlqen. Unë dua të flas për si e shoh unë perspektivën politike. Pra prandaj ju pyeta për vizionin tuaj. Po unë ju pyeta për vizionin tuaj, ju më kthyet ke koalicioni. Për ju pyeta. Unë ju pyeta për vizionin tuaj. Atëherë ju më pyetët, po sa parti ka se quhet koalicion? Dhe kjo na çojtë emri koalicioni jo. Atëherë vizioni im kush është? Për vizionin tuaj. Çfarë do doni ju ti pyesni? Ti thoshë një gazetari pas 4 viteve, çfarë bëra unë me mandatin tim si deputet? Unë kam hallin e gazetarëve fare. Unë kam hallin çfarë do i them së pari kolegëve të mi, shqiptarëve, kur ju pyet një gazetar, gjithmonë kanë kërkuar fort të kenë në parlament një zot të tyrin. Dhe unë pretendoj në shërbim qytetarëve sigurisht. Është e lidhur shkak pasoj. Nëse ti shërben profesionit, profesioni nuk është për ajrin, është për ta prekur qytetari. Dhe ky është gabimi i deritanishëm i gjithë politikës 30 e kusur vjeçare të Shqipërisë. Nuk kanë menduar për profesionistët duke menduar si grupe të ngushta interesi. Jo. Për shqiptarin, për qytetarin shqiptar, për Shqipërinë mendohet së pari duke menduar për profesionistin. Sepse shërbimi i atij profesionisti do përkthehet në mirëqenie tek. Pa diskutim që po. Pa diskutim që po. Jo, nuk ka dhurat, keni bërë të drejtën, keni bërë detyrën. Unë nuk mundem nesër pas nesër nëse votohem, nëse bëj detyrën time, ti them qytetarit je bolshevik arshim, absolutisht. Nuk mund të thësh absolutisht që e votuan. Deputetëve të Partisë Socialiste u them një turp i madh për qendrimet që kanë mbajtur për sektorin shëndetësor dhe për gjithë jetën e qytetarëve shqiptar në 12 vjet. E njëjta pyetje për të treja. Parlamentare, unë do të bëj çmos që atë që komunikoj sot programin e Partisë Demokratike me qytetarët do duhet ta bëjmë realitet në 4 vite. Minimumin jetik, fuqizimin e familjes, fuqizimin e ekonomisë familjare, kthimin e rinisë në vend, dhënien e mundësive të gjithë atyre që kthehen, politika fiskale më lehtësuese dhe sepse sot i kemi më rënduset në rajon. Kemi një politikë fiskale të drejtë, uljen e çmimit të energjisë, uljen e çmimit të karburantit. Çiç mundi të rëndësishme për qytetarët dhe atyre që keni dëgjuar në terren. Gjitha pikat kryesore të programit ne që i kemi marrë pikërisht nga komunikimi me qytetarët, unë do të bëj çmos që ky program të zbatohet. Do më lejosh të bëj një pyetje për të ezauruar në moment kuriozitetin, jo me gazetarin, ndosë ju jeni gazetari. Unë kur fillova të flas për çfarë parashikon programi Koalicionit Euroatlantik, dëshiruat me njëherë të pyesnin çka ka bërë kryetari i këtij koalicioni. Pse nuk e pyetët zonjën? Pse nuk e pyetët zonjën çfarë ka bërë kryetari i partisë për katse? Pata zotin Boçi ditën e dieshme. Jo, flasim këtu, ne zaurojmë pyetjet këtu. Çupi e kanë pyetur. Jo zonjën, ja thash aktualisht jo. Deri në 2021 zoti Berisha ka qenë një deputet. Kryetari i opozitës ka qenë zoti Bash. Por ka qenë për shumë vite. Kryetar ndaj shof një paparazi në pa merak e nderuar mund të shihni emision Off the Record edhe do kuptoni të ndryshme. Jo për emisionet e tjera. Çfarë do të bëj unë? Jo, çfarë do bëni? Unë çfarë do të bëj? E njëjta pyetje. Pas 4 viteve. Minimalisht nuk do të bëj atë që sapo dëgjova nga zonja Çupi dhe më erdhi keq që dëgjova. Pse? Që ju drejtohet votuesve të saj duke thënë ju duhet më jeni mirënjohëse për një nisëm që unë mora, kur në fundit e ka për detyrë. Që do të thotë, votuesit që besojnë tek unë nuk mund t'ju them duhet më jeni mirënjohës për nismat që unë do të marr në parlament nesër për në mbrojtje të interesit tuaj. Unë e ndi detyrim, e ke detyrim e nderuar që ti është në mbrojtje të interesit tuaj. Duhet më jeni mirënjohës. Minimalisht nuk do të ndodhi kjo. Nuk ishte konnotacion individual. Minimalisht nuk do të ndodhi kjo. Deputetët e opozitës e kishin kaos, u drejtuan gjykatës shtetësuese, fituan këtë betejë dhe keni për patën mbështetje nuk realizohet. Dhe unë mendoj që keni bërë detyrën. Patjetër për detyrën ndryshe, do të kërkoni mirënjohjen. Ndërkohë që gjysma tjetër bëri detyrën duke votuar kundër. Po votuar ata, pra ju kemi votuar ju. Ju keni detyrë që ta mbroni. Detyrën time që e bëra çova deri në fund. Votova dhe mbrojta gjykatë shtetësuese. Po pse çfarë pas ka mos me qenë mirënjohës? Patjetër, kërkoj votën unë atyre që. Po patjetër, ne u kemi besuar, ju kemi dhënë votën. Patjetër dhe kërkoj përsëri votën. Minimalisht nuk do të ndodhi kjo. Minimalisht. Pastaj pjesa tjetër do të jetë detyra ime
do të jetë prioriteti im që të jem zëri i atyre votuesve, jo vetëm atyre që do të më votojnë mua, po i gjithë qytetarëve të qarkut tjerë, zëri tyre në parlament për gjitha problematikat, qoftë për të instalu dhe për të implementu pjesë të programit ton, qoftë edhe për të bërë mburoj e tyre për çdo situatë, edhe për problematikat e pushtetit vendor, se një deputet ka për detyrë që të jetë atje edhe për të mbrojtur në lidhje me problematikat që hasin me pushtetin vendor, se s'ka detyrë vetëm të jetë në parlament. Do doja shumë që të gjithë ne të kishim këtë si qëllim, të jemi afër qytetarit, në mbrojtje të qytetarit, në mbrojtje të interesit të tij dhe të bëjmë maksimumin për të implementuar dhe për të mbrojtur ata nga korrupsioni galopant që ta zhdukin herë për gjithmonë. Zonja Suda. Atëherë normalisht që do vazhdoj në 4 vitet e ardhshme të jem zëri për programin politik që ka Partia Socialdemokrate, por gjithsesi unë dua të ngel tek pjesa e qarkut që unë dua të përfaqësoj pas 4 viteve. Unë do prek dhe do loboj për problematikat e pronave që ka qarku i Lezhës, për ngritjen e turizmit që e përfaqëson qarkun e Lezhës edhe deri në fund për gratë. Okej, tani pyetja e fundit është e përbashkët për të gjithë. Sa mandate mendoni se do marri partia e cila kandidon, për cilën kandidoni? Sa mandate mendoni se do fitoni në zgjedhjet e 11 majit? Për të implementuar gjitha këto që ne sapo thamë. Me qoftë se ne do e dinim kush është projekcioni, pra kush është projekcioni sipas sondazheve të brendshme? Se sa do fitonim, ne nuk do vazhdonim fushatën. Por ka edhe një lloj projekcioni, një lloj sondazhi të brendshëm. Qëllimi është të maksimalizojmë. Maksimalizimi është gjithmonë relativ. Sa prisni nderuar? Sa vota prisni? Sa mandate prisni? Të tëra. Të tëra janë shumë. Atëherë, mos më thuaj sa pres. Sta pres të tëra. Sa do e realizojmë, do jetë pas 11 maj që do e tregoj. Ne do bëjmë punën tonë, ne vim para qytetarëve me një alternativë, i takon qytetarët nëse na beson ose jo. Mua më takon të jem shumë e ndershme në atë çfarë ofroj dhe marr përsipër, sepse të tërë na duket sikur po kërkojmë spalet, ajo të tërë po kërkojmë përgjegjësi. Ai 4 vjeçari që të duket larg, pasi ke ulur veten në pozicionin e deputetit, e disa afër vjen, po e disa grope thellë të duket nëse ti vjen pa realizime dhe ti pastaj me votje kthyer në një gënjeshtar. Sa dua të jenë të maksimalizuara. Sa numra e nderuar, sipas sondazheve, projekcioneve, cili është qëllimi? Qytetarët sigurisht që duhet ta dinë edhe këtë pjesë, si janë sondazhet e koalicionit Euroatlantik. Domethënë për të realizuar ato zotimet. Nga informacioni që unë kam, janë shumë premtuese. Nuk jam e autorizuar. Janë 71 mandate? Nuk jam e autorizuar të jap të dhëna të cilat janë të brendshme. Po ju vetë si kandidate? Fatkeqësisht, si kandidate, unë me çfarë kam takuar, gjej mbështetjen maksimale. Dhe tek të tërë çfarë kam takuar, t'ju shpjegoj çfarë përmban programi. Dian vërtet do vi kjo ditë, Dian dash Zotit të vi kjo ditë se jemi lodhur nga kjo mënyrë e qeverisjes. Kështu që të tërë ne kemi një përgjegjësi të njohim, të bëjmë të ditur se çfarë ofrojmë dhe të pyesim veten mirë se sa mund të realizojmë. Pra nuk e keni një... Jo, nuk të thash, as e kam, as nuk e kam. Kam ato numra që unë nuk mund t'i bëj, si jam autorizuar t'i bëj këtu publike. Ditë ju them një gjë që ato palo sondazhe që kam parë s'përputhen fare me atë realitet që ne kemi si informacion. Pra ju doni 140 të gjitha? Lëre dëshirën. Ju më pyetët sa doni. Në fillim të tëra më the, të gjitha 140. Kush nuk i do të tëra? Realiteti është një gjë, duke qenë se koalicioni Euroatlantik e ka përballjen e parë, si kundër dhe Jo, Zoti Basha nuk e ka të parën përballje, as Zoti Berisha nuk e ka. Sa qef paske o burra me vrap Zoti Basha, koalicioni Euroatlantik. Unë që po ju flas dhe vë fytyrën time në loj, nuk jam Zoti Basha. Si unë janë të tërë deputetët e tjerë që ofrojnë... Kandidatët? Po, kandidatët për deputet. Zoti Basha është një ndër ta. Dhe se cili nga ne e ka pyetur veten mirë para se ta marri përsipër këtë mision. Unë e quaj mision. Okej. Nga eksperienca ime deri tanishme, çfarë kam thënë, jam përpjekur me të tëra forcat për të realizuar. Futja në politikë është po me këtë qëllim, por për ta çuar përpjekjen time në një nivel tjetër. Uroj që koalicioni dhe të tëra partitë të cilat duan realisht të përmirësojnë jetën e qytetarëve të shqiptar, të marrin dhe të realizojnë më të mirën e tyre. Okej. Zonja Çupi.
ambicia dhe projeksionet që ka Partia Demokratike për mandatet që do marrin në 11 maj? Ne jemi në shpresplot që do të kemi shumicën e mandateve në parlament, 50+1 patjetër. Kemi një koalicion si asnjëherë tjetër në zgjedhje, koalicion me shumë parti politike opozitare, kemi një program që targetojmë të gjithë shtresat dhe target grupet e shoqërisë me programin ambicioz dhe programin që e kemi. Sa mandate sjell ky program? 50+1, padyshim ne do kemi shumicën në parlament në mbas 11. 50+1. Që do të thotë 50% plus 1 që i bie 73 deputet. Ne jam e bindur që rotacioni politik do të Shqipëria madhështore 73 mandate. Programi i Shqipërisë madhështore, koalicioni për një Shqipëri madhështore me një program pranë qytetarëve, me një koalicion partish si asnjëherë tjetër, me kandidat për deputet shumë dinjitos. Me gjithë fragmentim të opozitës i mendoni 73 mandate si objektiv shumë i madh. Do të marrim shumicën e numrave në parlament. Okej, zonja Zota, juve sa keni projeksionin? Nuk do doja që se ju jeni edhe pjesë e bordit drejtues të djathasimit në 2012. Nuk do doja që të fokusoheshim tek 71 apo 140, se më duket marrëzi. Po, një projekcion e keni? Asnjë, jo. Po shoh çfarë than parafolsi, se s'ka lidhje fare me atë çka kemi në sysinim, po. 140 ishte ironike, se ishte dëshirë sado. Unë nuk e marr përsi për ta bëj, sepse do të ishte marrëzi, qoftë edhe për të thënë 72, sikurse tha zonja Çupi. Por një grup parlamentare synoni. Patjetër që po. Do doja shumë që të gjithë ne si kamp opozitar kemi realistë. Për ju është marrëzi, se pretendoni të merrni 72, për mua është realitet. Për ju jemi njësoj. Për ju. Se s'mund të jetë marrëzi për partinë që futet patjetër që kemi qenë qeverisje 2005-2013. Dhe koha do ta tregojë. Uroj që të jemi këtu nga 12 durata të jemi bashkë prap, do flasim. Patjetër, tani unë di të marr përsipër që sa herë doni. Por do flasim sërish për partitë e vogla, por jo për ne. Është marrëzi që ju në kushtet ku jeni, ndajmë terminologjinë. Me gjithë fragmentizimin që i ka ndodhur kampit ton të dashur që kemi kontribuar për 34 vite, që ju të synoni se do të merrni 71-72 mandate. Zonja Zota, ne synojmë që të kryojmë grup parlamentar. Ne synojmë që të kryojmë grup parlamentar dhe për këtë të jeni të bindur. Për 7 mandate ju mendoni të sigurta. Që qarkun e Fierit ne po punojmë të marrim 2 mandate, sepse një është i padiskutueshëm dhe këtu pastaj do duket rezultati që do marrë zonja Çupi. Okej. Grup parlamentar synojmë dhe ne. Kështu që e kire 140. Jo, lutem tani mos abuzoni me 140, lutem. Sepse u bë si hap kutinë e dëshirave pyetja juaj. Kështu që edhe ne e kemi, prandaj juve nuk e thatë një numër. Ne unë prapë s'ta them numrin. Po sepse keni një sondazh. Keni një sondazh të brendshëm partie, sepse durata as 100. Jo, as tani po ta marrim me realitet. Mirë, ajo lëvizje politike që merr 140 mandate se tregon që s'ka opozitë brenda. Ne sot vuajmë nga mungesa e opozitës reale. Imagjino, sado i mirë, sado qëllim pastër të jesh, mirë po mbete pa opozitë. Sepse opozita duhet të funksionojë si ajlitari që tërheq e shtrëngon kur ti nga ndonjëherë nga marrja e pushtetit në dorë dhe që trafilosesh. Kështu që ne po prap, siç tha dhe parafolsja e synojmë këtë, por më duket... Grup parlamentar edhe ju? Patjetër grup parlamentar. 7 deputet edhe ju? Patjetër, mbas edhe më. Po ky është synimi minimalist. Minimalist? Po. Okej. Suda ju, si e keni projekcionet? Duhet të theksoj edhe faktin që të gjithë partitë e vogla, sidomos partia jonë po ecën dhe po lufton shumë me presionin politik që ka në qark edhe në gjithë Shqipërinë. Unë di vetëm them si pas parashikimeve të mia personale, mund them që me 11 maj, numër 11 do jetë 11 plus. 11 plus, pra e keni të lidhur me... Unë kështu e mendoj si pas parashikimeve të mia personale. Sa është maksimumi? Të paktën ne po lobojmë edhe jemi të sigurt me fitore që një mandat do jetë në qarkun e Lezhës, 3 janë në qarkun e Shkodrës dhe nuk po flas për qarqet e tjera se mund të jenë surprizë. Ne jemi një faktor surprizë që do jetë në zgjedhjet e Po në qarkun e Fierit si do jeni? Absolutisht po lobojmë edhe në qarkun e Fierit, nuk mund të flasim jo realitete duke pretenduar që ne marrim 2-3
Se zonja Zodaj ishte qartë për objektivin që kishim në qarkun e Fierit. Absolutisht, edhe ne jemi qartë shumë për objektivin që mund të kemi edhe një mandat edhe në qarkun e Fierit. Do doja që të ndërhyja pak në lidhje me të gjithë ne si kamp opozitar, duhet kemi synim mos marrë Rama 71 mandate. Po e patëm këtë si qëllim se synimi ja kemi arrit fitores. Jo vetëm për shkak të asaj çka i ka shkaktuar në 12 vite, po mendoj se Shqipëria nuk i përballon dot 2 mandate, jo më 3 apo 4. Nuk kemi ne një demokraci aq konsoliduar sa të mund të përballoj mandate që një në karrige kaq gjatë. Madje ne do duhet të ndërgjegjësohemi që sa më pak të rinë qeverit, aq më e vlefshme është për qytetarin shqiptar. Nëse do të arrijmë në datën 11 maj që Edi Rama, korrupsioni galobanti i tij, gjithë qeveria e tij që është në burg, të mos sigurojë 71 mandate, ne kemi arritur fitoren. Unë ju falenderoj shumë për gjithë bisedën që patëm. Studiot janë shumë herë më të bukura dhe më të fisme kur ka praninë e zonjave dhe ideve dhe mendimeve të tyre. Unë ju uroj realisht shumë suksese të katërtave dhe shpresoj që në 12 maj të mësoj që jeni deputete dhe që të realizoni programet të cilat ju shpaloset. Shumë suksese. Faleminderit. Nderuar shikues, jemi në fund programit. Patëm disa të ftuar mbrëmjen e sotme, folëm fillimisht bëm një lidhje me Italinë ku kampet politike, Partia Socialiste, Partia Demokratike zhvilluan takime atje, pastaj ishim me ministrin e jashtëm Igli Hasani, ndërkohë në pjesën e fundit folëm për fuqinë e gruas në politikë. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, nga unë Andra Dangli, natën e mirë dhe shihemi fundjavën e ardhshme. Natën.